Nëse një budalla hedh në tavolinën e akademikëve një metodë që funksionon dhe askush nuk guxon ta prek, problemi nuk është budallai, por tavolina e akademikëve. Në videon e mëparshme folëm për diçka të thjeshtë, por të pakëndshme. Tema greqishte e vjetër dhe termi para-greke nuk janë neutrale. Janë krijime moderne të shekullit të 19 që shpesh nuk shpjegojnë, por pezullojnë pyetjen. Sot do të bëjmë teori të mëdha. Do të marrim një fjalë shumë të vogël. Një fjalë që përdorim çdo ditë, fjalën nis. Shqipja, prova e parë. Në shqip kemi nis, nisem, nisje, nismë, nismëtar e tjerë. Të gjitha kanë të njëjtin kuptim themelor. Kalim nga qëndrim në lëvizje. Hapje e një procesi pra. Kjo nuk është fjalë abstrakte. Është folje primitive e trupëzuar në përvojë. Në greqishten klasike ekziston folja nisome, që do të thotë shkoj, nisem, largohem me lëvizje të mëtejshme. Ekzistojnë dhe forma të zgjeruara, paranisome, aponisome, eknisome. Pra kemi përputhje fonetike, përputhje semantike, përputhje strukturore. Deri këtu asnjë problem. Problemi i vogël që bëhet i madh tani. Këtu ndodh diçka interesante. Kjo folje nuk shpjegohet qartë nga indo-europianistja. Nuk ka etimologji të pastër klasike pra. Dhe çfarë e bën filologjia moderne? E vendos etiketën para greke, që në praktik do të thotë ishte aty para greqishtës, nuk e dim nga vjen dhe nuk pyesim më. Gjithashtu as ku ndodhet ajo tani. Një etiketë shumë elegante për të thënë mos e prekni me këtë fjalë. Pyetja që nuk duhet bërë, por ne do ta bëjmë. Nëse kjo fjalë është para greke, pse ajo jeton ende sot? Jo si relike, jo si huazim i rrallë, por si folje bazë e gjuhës shqipe të gjallë. Këtu zakonisht na thuhet, shqipja dokumentohet vonë, e vërtet, por dokumenti i vonë nuk është prova e origjinës së vonë. Kronologjia e teksteve jo e barabartë me kronologjia e gjuhëve të folura. Sipas kësaj logjike, ajo që shkruhet herët është e vjetër, apo jo? Ajo që flet populli sot është e dyshimt sipas tyre, ëh? Pra, një fjalë e gjallë e përdorur çdo ditë duhet të heshtë, sepse nuk ka pasur fatin të shkruhet në papirus. Kjo pra nuk është metodë shkencore, është hierarki prestigji. Përfundimi, ne nuk po themi se greqishtja vjen nga shqipja. Ne nuk po themi as që kemi zbuluar një sekret të ndaluar. Po themi vetëm këtë. Nëse një fjalë quhet para greke sepse është shumë e vjetër dhe njëkohësisht jeton sot në një gjuhë fqinje, atëherë krahasimi nuk është herezi, por detyrim shkencor. Edhe nëse ky krahasim ndalohet, problemi nuk është fjala nis. Problemi është modeli që nuk lejon pyetjen. Pra kemi një shkencë që nuk lejon pyetjen. Pra tavolina e akademikëve. Tani, para se të vazhdojmë, duhet të dalë vetë nga rregulli. E dini atë thënien e vjetër, një budalla hedh një gur në lumë dhe 100 të zgjuar hidhen për ta nxjerrë? Mirë po, sot budallai jam unë. Por unë nuk po hedh një gur në lumë, nuk po hedh asnjë slogan, asnjë tezë ideologjike, po hedh diçka shumë më të bezdisshme për një sistem të ngrirë. Një metodë që funksionon.
Dhe këtu lind pyetja ime e sinqertë, si ka mundësi që kjo mos të ngacmoj asnjë studiues? Dalja nga rregulli. Unë tani do të bëj diçka që nuk lejohet sipas protokollit klasik. Do të etimologoj fjalët e ashtu quajtura para greke, duke përdorur një gjuhë të gjallë që i ka këto fjalë në përdorim aktiv dhe i quan të vetat. Jo si provë përfundimtare, por si provë funksionale, sepse në shkencë, nëse një metodë funksionon, ajo nuk injorohet, testohet. Rasti tani. Paranisome. Na thuhet se kjo është greqishte e vjetër. Mirë. Le ta ndajmë. Para është e barabartë me para. Nisome e barabartë me nisem. Rezultati para plus nisem. Dy fjalë shqip. Asgjë e shtirur pra. Asgjë e sforcuar. Kuptimi grek tani. Kalo përpara, lëviz anash. Kuptimi shqip, nisem përpara, përputhje totale. Rasti tjetër, apo nisome, përsëri e njëjta lojë, apo në greqisht dhe nisome. Por në shqip, a, ndajës ose është. Po, nisem. Apo nisem, shkëputem, largohem. Dhe çfarë do të thot fjala në greqisht? Largohem, nisem për të shkëputur. Këtu nuk kemi më fjalë, kemi fjali të plota. Rasti tjetër, eknisomai. Këtu nuk ka më as nevojë për koment. Ek, jashtë në greqisht. Nisome, nisem. Në shqip, ik, nisu. Pra, ik, nisu. Dhe kuptimi në greqisht, dal, largohem me lëvizje të menjëhershme. Në këtë pikë, pyetja ime nuk është më a është kjo rastësi. Pyetja ime është, sa rastësi radhazi mund të pranoj një metodë para se të shëmbet? Pyetja që nuk bëhet, këto etimologji nuk kërkojnë fantazi, nuk kërkojnë rindërtime abstrakte, nuk kërkojnë proto-gjuhë të padukshme, të shpikur nga asgjëja, pra para greke. Kërkojnë vetëm një gjë, të marrësh seriozisht një gjuhë të gjallë. Dhe pikërisht këtu mbyllet dera. Jo sepse analiza është e dobët, por sepse rezultati është i rrezikshëm për modelin ekzistues. Unë nuk po them kjo është e vërteta përfundimtare, po them kjo metodë funksionon. Dhe kur një metodë funksionon, injorimi i saj nuk quhet më kujdes shkencor. Quhet frikë nga hapja e debatit. Nëse një budalla hedh në tavolinën e akademikëve një metodë që funksionon dhe askush nuk guxon ta prek, problemi nuk është budallai, por tavolina e akademikëve. E dini atë thënien e vjetër, një budalla hedh një gur në lumë dhe 100 të zgjuar nuk e nxjerrin dot?